që në vitin 1877, Rusia dhe Austro-Hungaria, si dy fuqit më të mëdha që ishin interesuar Ballkanin, bën një takim të fshehtë dhe rënë dakord që situata në Ballkan do ruhet statu quo në Ballkan, natyrisht duke plotësuar kërkesat njëri tjetrit. Në këtë takim, për çudi, u arrit një marrëveshje që do të krijojë më vonë një Shqipëri e pavarur, po pa caktuar kufijtë e saj, për shkak se faktori shqiptar ju imponua fuqive të mëdha europiane, sidomos me lidhjen shqiptare të Prizrenit. I vetmi lidhja shqiptare të Prizrenit ju imponua fuqive të mëdha. Ata fillimisht caktuan në Kongresin e Berlinit që të pladhët negociat do ta merrte Malizi. Malizi që gjithësinë e tij nuk e mori dot. Atëre italianët propozuan që të merrnin Hotin dhe Grudin me që ishin besimi katolik. U bë betejë e madhe në urën e Zhanit, nuk e morën dot, atëre u morë Urqini. Pra, duke parë këtë faktor shqiptar kaq energjik, kaq ashtu, u ra dakord në parim. Dhe kjo u materializua edhe në konferencën e Londrës, kur Rusia nuk e kundërshtoi. Fatikisht, që në mbledhjen e parë të konferencës e Londrës, me 17 dhjetor 1912, Rusia nuk e kundërshtoi në parim që Shqipëri autonome e pavarur. Do doja të nëse mundet e nea të më fokusoj pak me kamera këtu, vetëm të bësh një çik zoom. Këtu është Malizi në fakt në vitin 1878, apo jo? Jo, më përpara. Më përpara. Më përpara 1820. Përpara, okej, shumë bukur. Fise. E paska në Malizi. Atëherë, shikohet që Malizi është vetëm një 5 fshatra. Sa krajina e Dugagjinit ose edhe më e vogël. Kaq e ka qenë, ato fise kanë qenë. Po. Kaq fise kanë qenë. Duke pasur parasysh që disa fisa aty janë dhe shqiptare, të cilat më vonë fise shqiptare ja duken krah djathtë. Është Podgorica që ishte shqiptare, Kuçi ishte fis shqiptar, Piperi fis shqiptar, Bjellopravdit ose Palbardhat që janë nga Dugagjini ishin shqiptar. Zhupa, Rovci ishin shqiptar. Këta tani në vitin në Kuçi e gallafin për zonën që është pak më në Kuçi, po. Kuçi. Bile Mark Milani ishte me origjinë nga Kuçi, që shqiptar. Mark Milani që udhëheqë ushtrinë malazeze në luftë në prave dhe Kuçi kundër ushtrisë shqiptare. Mark Milani. Madje s'është ka një këngë që fillon Mark Milane, Mark Milica, nuk e di. Mark Milani, Milanica, është shqiptarëve që është Shqipënia tanë me prisa e Atagana, për vetë Kuçin çka i bana, jam der për der i shkoi gjama. Der për der i shkoi gjama. Dhe për shembull por është një gjë veçantë se do të trajtojmë më vonë që këto ishin të besimi katolik, por u bashkuan me dëshirën e tyre me Malinezi. Dhe kjo krahin fillimisht quhej Monte di Albania, malet e Shqipërisë. Kështu është quajtur deri në vitin 1620, kjo krahin quhej malet e Shqipërisë. Më vonë fjala Shqipëri u hoq, edhe ngeli vetëm fjala Monte, se kam bërë një studim për të punë. Mal, dhe emri Malizi, i ngeli Malizi nga ky emër. Nuk është se Malizi ka një mal të zi dhe ngeli emri nga Malizi. Gjithmonë ka bërë përshtypje s'ne ky toponim. Nga kjo. Dhe kjo quhet Bërdo ose mal në serbisht, dhe këto fise u bashkuan vetë me pjesën tjetër, me fisat katolike. Me fisat katolike, do të thënë, duke qenë se ishin të një feje dhe duke qenë se nuk donin të kalonin në sundimin turk, do të thënë, ishin në sundimin turk, po donin të bashkëtonin me malazezët si të krishterë. Po, si të krishterë, donin të kalonin me ta. Nuk donin. Dhe ata me dëshirën e tyre u bashkuan. Pastaj ata gradualisht u slavizuan dhe e ka thënë Fanori shumë bukur që shqiptarët e konvertuar në malazez, në serb, në grek, ishë më të këqij se shqiptarët, tamam. Këtë e tregon edhe Napoleon Zerva, në fakt. Po. I cili thuhet që është një sulot, një shqiptar i konvertuar. Është vërtet, krimet të mëdha që u bën jug të Shqipërisë, në 1912-13-14, i bën arvanitët një dhe ata arvanitët dhe shqiptarët e konvertuar në grek. Në qartë. E gjitha gjë edhe malazezët, një dhe një të bën. Pra, ne
Kjo është një krajinë e vogël që gradualisht me mbështetjen e Rusisë, u rrit, ashtu si Serbia, dhe ashtu si Greqia, thate ju, duke marrë territorë shqiptare, nuk u rrit të territorëve shqiptare, nuk është ka zgjerohesh, duke pushtuar edhe duke i asimiluar dhe nga ana ushtarake, që ka shumë nënës që nuk e themene, këto banor që ai pushtonte dhe mundoi të asimilonte, i fuste në ushtrin e tij. Për shembull, ushtria marazeze në luftën për Plavë dhe Guci në 1879-80, kishte gjithsej 26 batalione. Në luftën e paraballkanike kishte 52 batalione, 2 fishin. Këto batalione ose këto brigata ishin të kompletuara kryesisht nga shqiptarë. Dhe një autor serb, Mitra Gjurišić, që ka bërë një libër për luftën ballkanike, e thot për herë të parë që batalioni Bjelogordi ishte batalioni ushqimit fakt. Bjelogordi, po i ndryshuar emrin për të mos nxjerrë karakterin etnik. Kështu bën edhe serbët. Serbët kur pushtuan Kroprupë, atë Leskovacin, Prokrupën e gjitha, domethënë nishin, filluan asimilimin e shqiptarëve dhe i futën në ushtri. Edhe Malizi, për shembull, kur u fut në Shkodër, ai guvernatori civil i Shkodrës, ai Petër Plamenat, që ishte ministri jashtë i Malizi, mbledhi krerët katolik dhe muslimanë në Shkodër dhe i tha: tani, që bëhet pjesë e Malizi, do të bëni listat e burrave që të janë të aftë për luftë. Pse? Se duhet luftojnë për të mbrojtur atë dhënë e tyre të Shkodrën. Pra, të gjithë dhe greket. Pra një pjesë e madhe e kontingjentit ushtrisë greke, të ushtrisë marazeze, të ushtrisë serbe, në fakt ishin me origjinë shqiptare. Tani, besoj kanë qenë edhe më luftarakët për pushtimin e Shqipërisë. Po, edhe Gjino Beri jep një detaj, për shembull në luftimet që u bën në Shtoj, në shkurt në 19. Është për të habitur këta edhe qajnë më shumë për Serbinë, edhe sot në kësaj dite, edhe për Greqinë, e qajnë më shumë. Ka element që e qajnë shumë edhe Serbinë edhe Greqinë. Kjo është me çuditshme. Dhe madje, këta element bëjnë edhe një goditje të elementit shqiptar që ka luftuar për shtetin shqiptar, duke nxjerrë teori nga më të ndryshme, atë, po nejse është një lloj lufte psikologjike. Tani